Mirë mëngjesi miq nga Mitrovica. Jemi këtu nga ura më e bukur në Kosovë, ura e Albinit. Bashkë me kolegun tim që e kisha në qeveri, ministrin Hysen Durmishi, i cili lehtësoi jetën e qytetarëve të Mitrovicës përmes investimit në rrugën Prishtinë-Mitrovic dhe që na ka ndërtu edhe urën më të bukur në Kosovë, të cilën nesër do ta ketë edhe një aktivitet e senzacion të bukur të radhës, për çka ju njofton ministri Durmishi. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, ju ftoj të gjithëve që nesër me datë 24 në orën 4 të venit të gjithë këtu, sepse bashkë me kryetarin e Mitrovicës, zoti Faton Pecin, do t'i ndezim dritat, do t'a ndriçojmë këtë atraksion të bukur që e kemi ndërtu këtu mbi lumin Ibër në Mitrovicë.